duke qenë se jeni futur botës së filmit tashmë, po merrni më shumë një panoramim të kinematografisë duke parë më shumë filma shqiptar? Patjetër, jo vetëm duke parë filma shqiptar, por edhe duke e kuptuar një botë tjetër, po themi një ambient komplet i ri, nga një ambient politik, që në një farë mënyre janë po të njëjtat sfida, po e njëjta infrastrukturë, po e njëjta strategji, po e njëjti komunikim, vetëm se në kinematografi mendoj dhe në art është me metaforë, më shumë se sa me fjalën e drejt për drejt. Është shumë më e bukur, ka më shumë emocione, sepse vetvetiu arti ka ato bukurinë e vetë dhe sigurisht që unë jam shumë fillestare në këtë gjë, mund të them si një shumë fëminore, megjithatë është shumë e bukur, e rëndësishme ka që të ndihesh mirë vetë. Dhe me thënë të drejtën jam jo vetëm kurioze, por jam edhe shumë e kënaqur që do shikoj një gjë të Turit, sepse bashkëpunimet e mia me Turit nuk kanë qenë thjesht në botën e artit, por janë edhe disi bashkëpunime mund ta quajmë pak emocionale, sepse njihemi shumë kohë më përpara. Si keni marrë ftesën për të bërë pjesë e kësaj bote, pra artit, kinematografisë? Në fakt më ka ardhur nga një djalë, Max Aladini, mund ta quajmë, i cili para shumë kohësh e kam takuar me një regjisor tjetër, kur ne kishim në zyrat e LSI-s, kishim ambiente po themi të prodhimit të materialeve kinematografike, po quajmë, ose të videove, të angazhimeve të aktiviteteve tona, dhe duke i kërkuar atyre ndihmë për të na ndihmuar se si mund të prodhonim produktet filmike për të rinjt më shumë, për të mësuar si të prodhoni një film apo një video apo një material, një regji. Kjo ishte edhe mënyra se si u njohëm dhe më pas ai më bëri propozimin për të qenë pjesë e filmit të tij, me fat që shpresoj që edhe ne shumë shpejt të vim në promovimin e tij në muajt e ardhshëm, kështu që ishte shumë interesante, shumë e bukur, shumë me gjërat e veta, po themi, që bëjnë akoma dhe më interesante. A jeni këshilluar me dikë, me fëmijët tuaj para se ta pranoni ftesën, apo thatë ky është momenti im, do ta provoj? Fëmijët ishin kundra, sigurisht, sepse ju duket pak si absurde për një grua të moshës time që të bëj këtë gjë, por më shumë unë do ta shikoja në anën e të qenurit mirë me veten, se sa për të kënaqur të tjerët. Pse? Deri. Si e more ftesën për të qenë pjesë e kazermës? Tani, Turi është një nga miqtë e mi shumë të mirë. Kur më propozoi rolin, në fakt nuk pyeta shumë gjatë. I thash thjesht po, sepse un kam shumë besim te punët që bën ai. Si e gjetur me pjesën tjetër të castit? Po mrekullisht mirë, shumë mirë. Nuk jam natyrë konfliktuale. Kënaqem shumë, sidomos nëpër xhirime filmi, prova teatri, televizion, do me thënë jam shumë bashkëpunuese dhe kasti për fatin e mirë ka qenë i gjithë i profesionist, prandaj më ndjer mirë. A ka pasur ndonjë moment gjatë xhirimeve që do ta veçoje si më i vështirë? Po, kam patur moment dramatik, patjetër, që duhet kisha ngarkesë emocionale, sigurisht që nuk është e lehtë, po mendoj që me që kam parë nga traileri, mendoj që shkoj shumë mirë. Jam shumë emocionuar sot me zi po e pres. Kam shumë pritshmëri dhe shumë besim edhe tek Turi edhe tek regjizori Gjosi Rama. Ku e gjen veten më mirë Rudina, në film apo në teatr? Nuk e ndroj dot teatrin me asgjë, por apo në televizion? Teatri, televizioni nuk i ndaj dot. Filmi pastaj është si eksperiencë ekstra, por kalon shumë më shpejt edhe më jep shumë kënaqësi një punë pak më e shtrirë në kohë. A do ta shije veten në një film, në një rol me Markun? Po tani boll jam të luajt filmin e jetës me të, tash edhe nëpër filma kam mangë. Turi guxon për herë të parë me një film. Si është ky projekt? Tani prita 20 vjet për të hyrë filmit, sepse mendoj që është përgjegjësi e madhe. Është një projekt në gjykimin tim është ambicioz, por nuk mund ta them si është si projekt. Unë mendoj që kemi bërë maksimumin. Pengje nuk kam. Brenda kontekstit shqiptar mendoj që kemi bërë maksimumin. Për më tepër do vendos publiku, sovrani i flet, kështu që do ja lëm sovranit mësej.
Cili ka qenë momenti më i vështirë i realizimit? Momentet vështira ka pasur shumë ishte ajo që producenti im ekzekutiv Benarti e quante mallkimi i ujit, demon të uhubit, sepse në çuditërisht nuk kishim mjaftuar shumë ujë për të krijuar shiun. Merrnim botat humbisnin, prisheshin në rrugë, çaheshin, nuk e di, ai ka qenë një moment vërtet shumë i vështirë, ndërkohë kishim një skenë me djalin e vogël Atlantis, ai ishte me temperaturë ishte vërtet e lodhshme si sken. Fatmirësisht ja hodhëm në ora 5 e mëngjesit e mbaruam, po ai ishte moment shumë stresant, sepse kishim rakordimet, aktorët duhet lëviznin, domethënë ishte një gjë shumë e vështirë. Përzgjedhja e kastit, a ka qenë e vështirë? Po, në fillim ka qenë e vështirë, por në fund rezultoi që të gjitha zgjedhjet që bëjmë nuk janë penduar për asnjë, përkundrazi. Mendoj që e kanë tejkaluar veten nga pritshmëritë e mia. Aktorët kanë qenë fantastik dhe kjo mund të thuhet rutinë, por në fakt nuk është kështu. E besoj vërtet kanë qenë casting në gjykimin tim spektakolar. Gjatë mbledhjes së kastit, a ka pas aktor që ta kanë bërë vështirë punën, jo nuk vi? Por jo nuk vi jo, pasi shfirmos kontrata, çdo aktor ka treguar profesionist, sigurisht ka pasur se gjithë. Jo, flas para se të arrini ta kërcin. Ka pas ndonjë të vështirë për t'u bindur? Po, të vështirë për t'u bindur. Unë nuk jam mësuar, po ju vura dikujt nuk më thot dot jo, bëj shaka. Jo, ka pasur negociata, ka aktorë që më kanë thënë jo, që nuk janë në film, ka aktorë të tjerë, të cilët pasi kanë lezuar skenarin kanë thënë jo, do i lë gjitha do vi. Kështu që kanë ndikuar shumë dhe skenari për t'i pasur këta që kemi. Çfarë roli ka Orinda në film? Po nuk ka asnjë rol Orinda në film. Është një nuk e di nga ka dalë. Edhe ka ngelur, unë e them dhe prapë nuk e beson njeri. Kjo është edhe një prej problemeve të shoqërisë shqiptare. Jo se ja fut koti, nuk ja fut kot, nuk ka. Orinda është bashkëshortja ime në jetë, po në film është thjesht një njerëz që Okej, pas filmit, pas kuintave. Pas kuintave është tani se unë kur filloj flas për Orindën bëhem lajm pastaj. Orinda është mbështetja më e madhe e projekteve të mia. Këtë rol ka, nuk ka rol ekzekutiv, nuk ka asnjë pjesë në sa i përket i projektit. Ja. Krahasuar me projektet e tjera që ka bërë turi më herët, Nuk krahasohet fare. Më ka ardhur shumë i natë që do të thënë njeriu sa do rroj do mësoj dhe më ka ardhur shumë i natë sepse jam ndjer që nuk jam një super profesionist. Me këtë filmin kuptova që profesionaliteti nuk ka fund. Stafi më ka mësuar shumë. A je bërë pishman që si ke hyrë filmit më herë? Jo, për këtë jo, për një arsye thjesht që unë mendoj që të bësh film në rolin e producentit apo regjisorit ose skenaristit duhet të kesh kapacitetin e dur jetësor. Okej, Diaz Maron kur, po duhet të kesh jetuar deri diku dhe 40 është mosha e dur për ta filluar në gjykimin tim. A do ketë filma të tjerë? Po varet si do eci ky se në Shqipëri. Kështu me këtë naivitetin që pyet ti po do ke do themu po. Nuk e dim tani të shohim. Për të rikthyer te aktorët, kush ka qenë ai aktor që ka qenë më i vështirë me oraret, me skenarin, me të mbajturit mend, diçka që më nden nga xhirime? Unë do them po s'po më vjen tani. Jo, tani duket kështu kjo sikur po e bëj Kastile se kam frikë, po do ta thosha po të ishte me thënë të drejtën Maja Qeni. Dobermani. Veçse jo, koti bjem qaf dhe ai e bëri me 3 duble e bëri. Jo aktor, jo për tekstin s'bëhet fjalë absolutisht, nuk që nga në fiks për kazerm. Jo, ka pasur një disiplinë të hekur. Shiko, nëse gjërat qartësohen rrugës, domethënë para se të fillosh xhirimi gjithçka është e lehtë pastaj. Xhirimi duhet të jetë çdo gjë e mbyllur, domethënë nuk ka vend për surpriza. Ndryshe filmi prishet. Se si ka parë Orinda përgatitjet për filmin e kazermës? Ka qenë në muaj në fakt të verës dhe ka qenë një muaj tepër intensiv për Turianin, por kazerma ka shumë kohë që përgatitet edhe bluhet në mendjen e tij. Kështu që unë kam qenë gjithkohës në procesin e bluarjes së këtij projekti dhe jam shumë e lumtur dhe kisha besimin absolutisht që do të ishte një produkt super i mirë dhe kam qenë pa diskutim që do isha tifozja më e madhe e Turianit për këtij projekti si çdo projekt tjetër. Por veçanërisht për këtë projekt jam shumë entuziazmuar. Unë vetë kam parë filmin, kam qenë në testin e kinemas kur u bë dhe kam emocione të papërshkrueshme. Kam qarë shumë, që kam treguar, dhe jo vetëm sepse fundi i filmit është shumë prekës, por
i gjithë mesazhi që jepet në film është diçka që do të na godasi pa diskutim të gjithë. Dhe do të na bëjë të reflektojmë. A ke marrë ftesë për të qenë aktore? Jo. Nuk është fare vërtet. Nuk kam marrë ftesë. E madje nuk kam qenë asnjë ditë në xhirimet e filmit. Nuk kam refuzuar kategorikisht isha. A ke qenë e përfshirë me këshilla ndaj turit në skenar apo në përzgjedhjen e castit me sugjerime? Dgjoj, e di se shpuna unë me turin kam folur për çdo gjë, sa i përket filmit, për skenarin absolutisht kam qenë ndërpara që e kam ditur, e kam lexuar, kam pasur në shtëpi, kam vazhdoj ta kem edhe dhe kopjen e parë të skenarit në shtëpi absolutisht. Për sa i përket aktorëve, po, sa herë që ai përzgjidhte një aktor, ma dërgonte për të më pyetur si mendon për këtë, kemi zgjedhur shumë mirë. Okej, shumë mirë do thoja për sa kohë që duket mirë ty. It's okay. Edhe nëse të vlen për filmin, sepse normalisht aty ka një casting, nuk i bën Turiani casting, ka njerëz adakt për atë punë, dhe më mirë se sa e din ata nuk e di askush. Më mirë se sa e di regjizori nuk e di askush. Kështu që unë isha e bindur. Po, isha e bindur dhe kjo është gjë e mirë në fakt e Kazermës, që casti është profesionist nga i pari te i fundit, edhe nuk ka pas mungesa në mënyrë absolute në cast, le të themi, të gjithë kanë pasur suportin e tyre. Ju keni qenë bashkë nga fillimet e karrierës secilit. Ku e ke parë turin më të përfshirë, domethënë në aspektin profesional? Turiani përfshihet në çdo projekt që vendos të futet. Nuk ka kompromis, kësaj po i futem më pak e tjetrës po i futem më shumë. Kështu që edhe ndonjëherë mua kjo më ka mërzitur, sepse asnjëherë nuk e nxirrte dot veten jashtë, për shembull disa gjërave që edhe mund ta nxirrte se si ishte e domosdoshme të ishte krejtësisht ai 100% që në vet. Kështu që nuk të them dot se ku ka qenë më mirë nga të gjitha, por di të them që në këtë film ka marrë energjinë fantastike, energjinë shumë të mirë dhe kur ka përfunduar skenën e fundit, ka thënë jam pa fjalë. Më thënë, mendoja që i dija të gjitha, nuk i pas kam ditur. Suksese. Çfarë mendoni për këtë projekt të djalit tuaj? Mendoj që si gjithmonë Turi bën gjëra të mira dhe padyshim do jetë një sukses i tij i radhës. Faleminderit. A ke pas ndonjë kritik ndaj këtij rrugtimi? As pak, kam besuar gjithmonë që Turi bën gjëra shumë të mira. Ju lutem. Si e mori Fioralba ftesën për të bërë pjesë e Kazermës? Atëherë Kazerma më erdhi në kohë shumë pak pas daljes në kinema të Lulit Goni Lemes. Më ka ardhur paralelisht me një propozim tjetër. Është një film tjetër që është në prodhim aktualisht, por që sikurse mund ta shohim, unë zgjodha Kazermën për vetë faktin që skenari dhe rëndësia që ka në mesazhe më foli. Ky është filmi i dytë ku do ta shohim Fioralbën si aktore. A është ky shkaku që ti po bën një pauzë akoma më gjatë nga ekrani? Nuk është ky shkaku kryesor, por është deri diku arsyeja, sepse unë kam shumë të rëndësishme që të zgjedh projekte që përfaqësojnë copëza të mia. Dhe aktualisht në media nuk e gjej veten në propozimet që më janë bërë, por po e gjej shumë veten në aktrim dhe uroj që kjo dashuri e re që kam të zgjasi, sepse dëshirën për të investuar e kam. Kur thua që në media s'po e gjen veten, do të thotë që pauza larg ekranit do të jetë akoma më e gjatë? Do të thotë që deri në momentin që do të marr një propozim që do më rindez rrahjet e zemrës fort, po, mund të jetë e largët. Kush ka qenë momenti më i vështirë gjatë xhirimeve të Kazermës? Duke qenë se është një film me tematik, le të themi, si ushtri edhe mund të ketë pasur orare strikte ose Jo, oraret nuk janë problem, sepse çdo njeri i media, si çfarë do lloj disipline të media, se di shumë mirë që ne punojmë orar pa orar, nuk është ky problemi vetvete. Pjesa më e vështirë është fakti që të duhet të dalësh nga vetvetja dhe nga maskat e tua për të futur tek karakteri i personazhit, tek maskat e personazhit. Kjo është pjesa më e vështirë e procesit të aktrimit, me çka kam kuptuar unë deri tani. Bjeri vogël. Hajde mori këtu. Skaj, faleminderit. Faleminderit. Ka një lajm në media, çuni Fioralbës. Edhe është një yll në ngjitje. Ky është unë jot në rol? O dashuri, po. Ke diçka për të thënë për filmin? Po, Çfarë do të thuash? Çfarë thua? unë janë kënaqur shumë kur kam bërë këto provat. Pëlqen mami Fioralba? Pa, Sukses.
Në premierën e filmit Kazerma, kemi një autorsi në emrit Kazerma për sa i përket popularitetit. A ju ka marrë leje Turiani kur I vendosi emrin filmit? Leje s'ka marrë, po kemi bërë kompromis. Lekë të filmit do t'i marrë gjysmë atë unë. Kazerma është një emër që e ka përdorë gjithë Shqipëria, vendet që kanë qenë ushtrisë. Ai normal që ka bërë një gjë, po ne mezi presim të shohim filmin si do jetë jo Kazerma, sepse për mua është dy fisht edhe pse s'ka paguar asnjë gjë, edhe për emrin për mua quhet reklam sikur është Kazerma, njerëzit mendojnë që është Kazerma e Cerenit. A I kanë lidhur ndjekësit tuaj këto kohë emrin e filmit me emrin e restorantit? Jo, se ka lidhur sepse e kanë parë që kjo Kazerma me turin që po bën është diçka ndryshe, ai po bën një diçka realitet. Edhe e kam kuptuar që s'është. Edhe unë po të shikosh në rrjetet e mia se kam ngacmuar fare asnjë lloj postimi gjëra që ta lidhësh me të që njerëzit mos konfuzohen çfarë është kjo Kazerma. Kazerma e filmit është e turit, se Kazerma e Cerenit është e imja. Dy Kazermat. Kazerma. Kazerma 2.